Të dashur shqiptar, sot do të shikojmë ndryshimin midis portokalleve dhe mandarinave. Portokallet janë helenët, mandarinat janë ilirët. Janë dy popuj komplet të ndryshëm. Portokallet, helenët thonë që mandarinat janë barbar. Barbarët, ilirët thonë helenët janë mendëmëdhenj. Dhe kështu janë grindur me njëri tjetrin. Tani futen shqiptarët në mes. Dardhat e Dardanit. Edhe dardhat thonë që edhe ne jemi mandarina. A janë dardhat mandarina apo jo, ta shikojmë? Të bindemi më në fund se çfarë janë shqiptarët. Për këtë, do të studiojmë me sapët, japygët, daunët, fise ilire që u zhvendosën nga Kroacia e sotme, aty ishin japygët, u vendosën për në Itali. Dhe dim dhe datën, shekulli i 6, i 5 para erës sonë. Ata kanë lënë dhe shkrimet e tyre me sapët, japygët, fjalët e tyre, emrat e qyteteve, emrat e lumenjve, emrat e zotave, kështu që mandarinat ilire mund të krahasohen shumë lehtë me portokallet helene dhe me dardhat dardane. Ta shikojmë bashkë emrin e japygëve se me çfarë ngjan. Të dashur shqiptar, filmat e mi janë kthyer në një test të inteligjencës. Do më thënë, në qoftë se doni ta provoni a keni pak tru, mjafton të shikoni filmat e mi dhe edukohesh. Nuk ke nevojë për një diplom, nuk ke nevojë për asnjë lloj dokumenti. Menjëherë niveli yt emocional dhe intelektual do arrijë majat më të larta. Përse do thoni ju? Sepse filmat e mi janë mbështetur në dokumentet e akademisë më të mirë, Akademia Austriake. Në këtë akademi janë krahasuar fjalë nga gjuha sanskrite, aka i thonë vuajtjes, dhimbjes. Është krahasuar gjuha Avestanit, ako i thonë diçka e keqe, diçka djallëzore, diçka që vuan. Ka kuptimin edhe sëmundje, dhimbje. Tani çfarë ndodh? Tani ndodh diçka interesante. Tani akademikët austriak e kanë krahasuar pikërisht këto fjalë me fjalë me kuptim të prafërt në gjuhën helene, jap to, do të thotë dëmtoj, i bëj keq dikujt. Apate, tani shqiptohet në greqisht sot apati, ka kuptimin mashtrim. Pra shkrimtarët austriak kanë menduar që të krijojnë një rrënjë indo-europiane, e cila përfshin fjalën helene japto, dëmtoj, dhe fjalën aka, që do të thotë dhimbje. Që të dyja janë të përafërta dhe dihet që në helenisht, k-ja në mes të temës së fjalës rumbullakoset me bashkëtingëlloren u dhe jep p, gjithmonë. Prandaj, këto fjalë helene janë vënë pranë fjalëve sanskrite. Ky zbulim është shumë i vonë, është bërë para luftës së parë botërore. Dhe kjo tregon që edhe vetë grekët nuk janë të bindur për këto zhvillime fonetike. Pra, Akademia Athinës akoma nuk e ka kuptuar fjalorin e gjuhëve indo-europiane, prandaj në vitin 2004 unë e botova të falas në internet për të edukuar të gjithë. Por mbi të gjitha grekërit vetë që nuk e dinë që gjuha e tyre është e lidhur me gjuhën sanskrite. Jo vetëm që unë kam botuar falas fjalorin e gjuhëve indo-europiane në internet nga viti 2004, por e kam ribotuar atë në vitin 2025, e kam përmirësuar atë, dhe sot, në maj të vitit 2025, kam bërë shtesa të tjera në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Po si kam bërë këto shtesa? Duke u mbështetur në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë. Akademia më e mirë e botës ka qenë ndërtuar në Egjipt, në Aleksandri, dhe atje u mblodhën gjuhëtarët më të mirë të botës romake dhe helene, për të gjetur kuptimin e fjalëve ilire. Kjo është e padëgjuar kjo që ka ndodhur me ilirët, me gjyshërit tanë.
Ta shikojmë se çfarë kam zbuluar unë, të dashur shqiptar, sepse kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Tani u krijuan 2 akademi të jashtëzakonshme në shekullin e 6 të erës sonë. Akademia e parë është Akademia e Bizantit, e cila u drejtua nga Justiniani i Madh, me origjinë dardane. Këto janë dokumentat e Akademisë së Bizantit. Dhe këtu thuhet që Iapygia janë 2 qytete. Një qytet Iapygia është në Itali dhe tjetri është në Iliri. Po kur them në Iliri, do me thënë në Dalmaci, aty ku është Kroacia sotme, nuk ka patur Kroat, ka patur Ilir, të dashur shqiptar. Dhe emri i etnikonit është Iapyks. Dhe personi që banonte në Iapygia quheshte Iapygios. Dhe qyteti është Iapygia. Kjo është e pabesueshme. Kjo është Akademia e Bizantit. Pra, Iapygia është një rajon në Italinë e Jugut, në Apulian moderne, dhe këta janë të njëjtët qytetar në Kroacinë e sotme. Atje gjithashtu ekzistonte Iapygia. Pra, është një koloni e ilirëve Iapyg. Dhe kjo është përshkruar nga historiani Hekateus në shekullin e 6 para erës sonë, dhe nga fillimi i shekullit të 5 para erës sonë. Pra ne dim datën kur kolonistët ilirë pushtojnë Italinë e Jugut. A nuk është kjo madhështore? Tani çfarë është Iapyksi, do thoni ju? Të dashur shqiptar, unë kam zbuluar që para se të ndërtohej kisha kristiane, besimi kristian, kanë ekzistuar besime të tjera, besime pagane. Legjendat që kemi neve sot nga këto besime nuk janë për Allah. Këto kanë qenë zota, njerëzit ju faleshin atyre. Ndërtonin tempuj për to, ju luteshin. Dhe çdo qytet kishte zotin e tij. Qyteti Iapygia kishte perëndin Iapyks. Perëndia Iapyks ishte djali i perëndis Daidalos. Pra këto nuk janë legjenda, nuk janë mite, janë histori të popujve. Pra, ne na duken këto gjëra argëtuese, legjenda, por nuk janë legjenda. Këto janë elemente shumë të rëndësishme të besimit pagan. Njerëzit vriteshin për këtë besim. Çdo qytet shtet kishte besimin e tij. Sepse qytet shtetet nuk ishin të bashkuara në një perandori. Pra kishin një demokraci të plotë, secili shtet kishte zotat e veta. Pra Iapyksi, udhëheqësi i Iapygëve, ishte perëndi, nuk ishte një njeri i zakonshëm. Ishte siç është për sot neve Jezu Krishti, Iapyksi për Iapygët. Dhe tani jemi në Akademinë e Aleksandrisë dhe atje përshkruhet që Iapyks quhet era e veriut dhe e perëndimit, veri perëndimit. Dhe kjo është përcaktuar nga Aristoteli për herë të parë. Pra ai ka përshkruar se çfarë është kjo lloj ere. Tani kjo është shumë e rëndësishme sepse në veri perëndim të helenëve ishin Iapygët, ilirët. Prandaj kjo quhet era e Iapygëve, fjalë për fjalë. Pra, unë kam marrë elemente të Akademisë së Bizantit dhe elemente të Akademisë së Aleksandrisë. A nuk është madhështore e gjitha kjo? Pra, unë kam mësuar që Iapygët ishin një popull indo-europian i lirë që banonin në Apulia, në Itali, por kanë ardhur nga veriu i Ilirisë, atje ku është Kroacia e sotme. Dhe kanë krijuar 3 grupe në Itali: Daunët, Peuketët dhe Mesapët. Fjala Daun ka kuptimin dragoi i ujkut, fjalë për fjalë. Emri Peuketi vjen nga fjala Peukes, pisha, dhe emri Mesapja vjen nga tokfjalshi në mes të ujrave. Të gjitha këto janë fjalë ilire. E besoni apo jo? Tani shkaku për zbulimin tim të madh
është bërë në fakt Plini. Pse? Sepse ai shkruan në latinisht, por emrat që përdor ai janë helen. Në qoftë se unë nuk do e kishe lexuar Plinin, nuk do e kisha kuptuar kur se çfarë gjuhe flisnin ilirët të dashur shqiptar. Plini thot që ilirët vinë nga fisi Helen Graja. E pra, fisi Helen Graja e ka origjinën në një ishull të vogël që quhet Graja, dhe ky është emri i perëndis Demeter, ka kuptimin grua e thinjur, fjalë për fjalë. Dhe emri Akajas, zbulimi im, është se ka qenë Akaja, do të thot ankthi i Demetrës. Pra edhe emri Graja ka kuptimin Demetra, perëndia e tokës, ilire, edhe Akaja ka kuptimin ankthi i Demetrës për vajzën e saj që zhduket në dimër, e rëmben perëndia e nëndhenshme e Hadesit dhe shfaqet pikërisht vajza e saj Kore ose Persefon në pranverë dhe Demetra lulëzon, rinohet. A nuk është kjo madhështore? Pra emri i Greqisë ka qenë Akaja dhe emri i Grajas ka qenë pikërisht emri i Demetrës, Graja. Dhe këtë thot pikërisht Plini. Po kjo është madhështore. Të dashur shqiptar, Plini thot që janë 3 grupe ilirësh, daunët, peuketët dhe mesapët. Dhe i thot që vinë nga Iliria. Ai thot që ata janë fisi Graikos, do thot si Graja, fjalë për fjalë, si Demetra. Ky është një ishull i vogël në Greqi, Graja. Prej këtij ishulli janë shpërndar mesapët, peuketët, daunët, që të gjithë kanë emrin Japyg, dhe kanë shkuar në veri të Ilirisë. Prandaj shkojnë dhe pushtojnë Italinë, Japygët, në shekullin e 6 para erës sonë. Po kjo është çmenduri. Plini asnjëherë nuk thot Helen. Plini ka dëgjuar vetëm emrin Graja. Pra në momentin kur fiset ilire u shkëputën nga Hellada, pushtuan Ilirin, pastaj u hodhën për në Itali, ilirët nuk e kanë dëgjuar kur emrin Helen. Prandaj grekët quhen grek, që do të thot Graikos, fjalë për fjalë do të thot si Graja, si Demetra. Edhe emri më i lashtë i Helladës është Akaja, e gjetur në Iliad, poema dokumenti më i vjetër helen. Por Iliada është shkruar në Azinë e vogël. Pra edhe Homeri nuk e njeh emrin Helen, nuk ishte akoma. Akejt e marrin emrin nga Demetra, ankthi i Demetrës, perëndi ilire. Grekët e marrin emrin nga Graja, grua e vjetër, Demetra, perëndia e tokës, ilire. Ilirishtja përmban emra më arkaik se sa helenishtja më vonshme. Pra, të shikojmë frutat? Helenët, portokalli. Mandarinat janë ilirët. Mandarinat nuk e kanë dëgjuar kur emrin Helen, portokall. Megjithatë, edhe portokallët edhe mandarinat vinë nga e njëjta bimë, si të thuash. Ka evoluar. Populli Helen është portokalli dhe populli ilir është mandarina. Mandarina s'ka dëgjuar kur emrin portokall, do të thënë Helen. Por Helenët e kanë dëgjuar emrin Graja, ishulli Graja, ose Tana Graja, një ishull tjetër. E kanë dëgjuar dhe emrin Akaja, sepse është në poemat e Homerit, që do thot ankthi i Demetrës. Pra Helenët dinë për ilirët gjithçka, për mandarinat, por mandarina s'ka dëgjuar kur emrin portokall, Helen, asnjëherë, sepse është shkëputur më herët nga portokalli, mandarina ka evoluar. Megjithatë, emri i Japygëve, ilir, është e lidhur me fjalën Japto, që do thot godas, heth, emri i portokallinjve.
Ku janë dardhat dardane këtu të dashur shqiptar, a? Se po na dhëm kurizi nga goditja e dardhave tona, e kuptoni? Ka shumë janë varur dhe rritur dardhat, dhe ne po goditemi, është bërë lëkura jonë ma vi, është nxirr nga dardhat tona. Ne po godasim vete me dardhat tona. Ku është portokalli, Heleni, dhe ku është mandarina, ja pygi, Iliri? Këta flasin me njëri tjetrin. Ja pto, godas. Po ashtu ja pyks, era që të godet. Është fjale mandarinës, Ilire. Mesapja është emër i lirë, por me rregullat gramatikore të portokallit. Daunoi është emër i lirë, por me elementet gramatikore të portokallit. Peuketi është emër i lirë, por vjen nga fjala peukos, pish, në gjuhën e portokallit, Helene. Pra Helene din çdo gjë për mandarinat, portokalli. Mandarina u shkëput nga portokalli dhe evuloi si frut më vete, dhe na duket e ngjashme me dardhat, por jo pra. Sepse meridiane ka vetëm portokalli dhe mandarina, ashtu ndahen ato në thela. Portokalli dhe mandarina dhe shihen e ka shumë të ngjashme edhe portokalli, Heleni, edhe mandarina, mesapi, dauni, peoketi, këta janë emra grek more të mandarinës. Pra çfarë janë mandarinat? Nuk janë edhe ata një lloj portokalli, sepse nga e njëjta pemë kanë evoluar të dyja. Pra portokalli di gjithçka për mandarinën. Mandarina shkëput nga portokalli, nuk di gjë që vjen nga portokalli. Ilirët nuk e dinin që vinin nga Helenet, e qunin veten Graja. Origjina e tyre është perëndia e tokës, Graja. Që do thotë e thinjur, në gjuhën e portokallit, gjuha Helene të dashur shqiptar. Pra çfarë gjuhë flasin ilirët, e kuptoni apo jo? Nuk flasin gjuhën e dardhave, të dardanit. Mos e godisni më veten me dardha, se po humni mendjen, o dardha xhinj, o dardanë. E kuptuat apo jo? Portokalli di çdo gjë për peuketët, për mesapët, për daunët, ndërsa këta ilirët nuk din gjë që vjen nga portokalli, se kanë iden. Jo vetëm kaq, po portokalli ngre 2 akademi. Akademinë e portokallit në Konstantinopol, të ngritur nga Konstantini i Madh, një lloj mandarine, po ashtu ngre një akademi tjetër të portokajve në Egjipt, në Aleksandri, të cilën e kishte pushtuar Aleksandri i Madh. Edhe atje ata shkruajnë që mandarinat janë portokaj. Tani të vim prap tek fjalori i Hezikësit të Aleksandrisë, sepse ai e ka shpjeguar shumë bukur që mandarinat janë portokaj. Është madhështore, kjo ide e mandarinave dhe portokallëve, dhe janë shumë i lumtur që i bleva të dy frutat sot, por më mungojnë dardhat. I mbajmë me vete gjithkohës dhe goditemi me dardha gjithkohës në shqiptarët, dardha xhinj. Tani vim përsëri tek Akademia e Aleksandrisë, dhe atje Hezikysi sqaron që folja japtein do të thotë në gjuhën shqipe dhe në anglisht për të gërryer, për të torturuar, ka dhe kuptimin për të bërtitur, ka dhe kuptimin dëmtoj, i bëj keq dikujt. Po ashtu kemi foljen japteis, ka kuptimin në vetën e dytë ti dëmton, në gjuhën helene. Dhe Hezikysi Aleksandris thotë që japyks është pikërisht një erë e lehtë që të godet. E kuptuat tani? Që fjala japyks është një perëndi, perëndia e erës së lehtë, perëndia e japykëve. Kjo erë e lehtë i ndihmoi ata që me varkat e tyre me vela të udhëtonin nga Iliria për në Itali të dashur shqiptar. Këta ishin Marco Polot e parë, ilirët. E kuptoni apo jo? Eksploruesit e botës. Kjo është madhështore. Këtë zbulime bëra gjatë xhirimit të filmit me portokallet dhe mandarinat. Pra,
nuk më kishte shkuar ndërmend që eksploruesit e parë të qytetërimit kanë qenë ilirët, që u shkëputën nga helenat, nuk e kishin dëgjuar fjalën Helen. Dinin vetëm fjalën Graja, emri i perëndis Demeter të tokës, që lidhet me gjuhën shqipe, me fjalën e tokës në shqip. Dhe kalojnë për në Itali. Dhe evoluojnë atje këto tre fise, daunët, mesapët dhe peukët. Emrat e tyre vijnë nga fjalë ilire helene, që nuk janë në gjuhën shqipe, nuk ekzistojnë. Ne kemi fjalën e dardhave në shqip, e kuptoni apo jo? Pra, jo vetëm që ata nuk kanë lidhje me shqipen, por kanë harruar që janë helen, e quajnë veten Graja, këto fise. Fjalët që përdorin ato janë fjalë helenet, që të gjitha, por që janë harruar edhe nga grekët vetë. Pra ilirishtja ka evoluar si gjuhë më vete, dialekt më vete, dhe kjo provohet me të gjitha mbishkrimet që kam gjetur unë në Shqipëri. Ilirët quhen barbar, ndërkohë që mbishkrimet që kam gjetur unë vërtet nuk janë helenisht e pastër, kanë evoluar si dialekti dorik, ilirët në Shqipëri. Unë gjithashtu kam parë që zgjedhimi i foljeve në Shqip është i ngjashëm me zgjedhimin e foljeve të këtyre fiseve helene në Italinë e Jugut. Do i shikojmë në të filmat për Shqipërinë, për gjuhën shqipe, bashk. Por unë nuk e dija që mesapët ishin helen. E kam mësuar sot, ju betohem. Po kur them unë nuk e dija unë, nuk e dinte Akademia Austrisë, sepse unë prej tyre i kam marrë të gjitha dokumentat. Pra deri në vitin 2025, asnjë akademik në botë, absolutisht, as grekët vetë, nuk e dinë që ilirët janë grek. Do me thënë, nuk quhen helen, quhen graikos në Itali, por janë grek. Graja është ishull helen në Hellad, pra ndej vinë, peukët, daunët, mesapët, pra ndej kanë dalë të gjithë, nga një ishull i vogël. Këta në Marco Polot, iliro helen, kanë pushtuar botën perëndimore. Kanë shkuar deri në Britaninë e Madhe. Kjo është një tmerr i vërtet. Të gjithë botën e kanë eksploruar helenët, të dashur shqiptar. Ata që quhen veten ilir, jo helen, s'dinin gjë për fjalën Hellas. Pra mandarina s'dinte gjë për portokallin. Portokalli evuloi nga emri Akaja, pastaj u ndryshua emri në Hellas. Ata që ikën nga Greqia mbanin mend vetëm fjalën Graja, perëndia Demeter, asgjë tjetër. E humbën lidhjen me Helladën. U evoluan si gjuhë më vete, por rënjët i kanë helene të gjitha, gjuha e tyre është helene. Edhe ilirët në Shqipëri evoluojnë krejt ndryshe në dialektin dorik. Po edhe ata i kanë rënjën në gjuhën helene, e kuptoni apo jo? Kanë evoluar ja pygët ilir në një drejtim tjetër, ja pygët në Itali në një drejtim tjetër. Madhështore, apo jo? Megjithatë, fjala ja pyks, ere lehtë, që të godet, lidhet me foljen japto, dëmtoj, godast. Është madhështore. Tani unë do të tregoj fjalorin që kam përkthyer, origjinalin, që ta kuptoni se çfarë zbulimi kam bërë të jashtëzakonshëm. Por dhe me ndihmën tuaj, po të mos ishit ju, po mos kisha regjistruar këto filma, nuk do i kisha bërë këto zbulime, asnjëherë në botë. Pra ju jam shumë mirënjohës. Më keni dhënë fletë, më keni dhënë frymëzim, dashuri. Të shikosh filmat e dikujt, kjo është dashuri, dhe ju falemnderoj shumë për dashurinë tuaj, që ta dini. Edhe unë ju dua shumë. Dua që e vërteta të dalë në shesh. Nuk dua ta godas më veten me dardha. Më vjen e veri nga dardhat, e kuptoni apo jo? Dua të ha edhe portokalle, edhe mandarina. Dua të bëhemi mençur. Të dashur shqiptar, në një periudhë kur nuk kishte internet, një shqiptar, student i dhjetorit, ai që doli kundër komunizmit, dëgjon për fjalorin e gjuhëve indo-europiane,
e blen atë me paratë e studentit. Do me thënë, unë nuk kisha të haja buk dhe blej këtë fjalor. Pastaj blej një skaner. Pastaj blej programin për të skanuar. Nuk kishte atëherë internet akoma. Po mu desh të blej një kompjuter të përdorur se s'kisha para, dhe ky kompjuter bënte kaq zhurmë sa që u detyrua shtëpia ime ta lej atë në korridor. Nuk mbahej dot brenda, kaq zhurmë bënte kompjuteri. Si makinë me korrent. Dhe me këtë kompjuter të vjetër, tipit IBM, unë i skanoj këto dokumente të këtij libri të bler, pastaj me fjalor i përkthej nga gjermanishtja në anglisht të dashur shqiptar, dhe ky proces ka zgjatur disa vjet. Në origjinal, rënja 51 nuk bëhet fjalë këtu për ja pyg, nuk ka asgjë. Absolutisht. Këtu është vetëm gjuha sanskrite, gjuha helene dhe gjuha avestanit, dhe indo-europianët nuk kanë folur me rënjë, pra monosilabikët shqiptar janë mashtrues. Asnjëherë themeluesit e fjalorit indo-europian nuk kanë thënë që indo-europianët kanë folur me rënjë. Përkundrazi, fjalët indo-europiane kanë 2 rokje, 3 rokje dhe më shumë. Por rënja do të thotë që këto fjalë janë fjalë dialektore, do më thënë, gjuha avestanit, gjuha sanskrite dhe gjuha helene dikur kanë qenë dialekte të një gjuhe të vjetër, por asnjëherë indo-europianët nuk kanë folur me rënjë. Rënja është për t'i përafruar kuptimin e këtyre fjalëve. Asnjëherë nuk është ndërtuar gjuha indo-europiane me fjalë monosilabike. Tani e kuptuat që studja e etimologjisë është një mashtruese e jashtëzakonshme. Akoma më e egër, akoma më e keqe se ajo studja e pa shkollë, që merrte paratë e shqiptarëve nga balkoni. Shqiptarët e mbështillnin paratë me gazetë, shiten shtëpit, dhe i hodhën paratë në balkonin e sudes. Dhe sudja u thoshte mos më jepni më, sepse nuk arrinte dot të paguante kreditorët e parë. Me zor shqiptarët ja hidhnin lekët e tyre me gazetë sudes. Nuk e ka fajin sudja që ne e kemi goditur veten me dardha. Me dardhat tona. Na është bërë trupi mavi me dardhat tona. E kemi goditur vete në kokë me dardha ka shumë sa që na ka humbur truri komplet. Pra kush i detyroi juve shqiptarëve t'ja jepnin lekët sudes? Askush. Kush i detyroi shqiptarët që t'ja jepnin votat 2 herë për ta bërë kryeministër një serb? Sali Berisha është serb me emër shqiptar të ndërruar. Edhe si kur t'jesh shqiptar, ai e ka humbur shqiptarin, sepse ai banon me serb. Familja e tij është serbe, gjysma e familjes së tij. Dhe t'ja japësh votat një serbi, do të thotë mos kesh mend në kokë. Ai duke qenë fillim se kush ishte, që në momentin që erdhi në qytetin studenti me pardysy të bardhë. Tani, çdo filmi im është politik. Po të mos ishte politika, atëherë njerëzit nuk do ekzistonin. Aristoteli e ka thënë që ne jemi qenie politike, banojmë në një qytet. Fjala politikë vjen nga fjala polis, do thot qytet. Kur banon në fshat dhe je i rrethuar me bajga, jeton pranë bajgave, nuk mund të jesh politikan, nuk mund të merresh me politik. Me politik merresh kur je larg nga glasat e pulave dhe bajgat e lopëve, atëherë fillon dhe mendon, sepse era e bajgave nuk të pengon që ta përdorësh trurin. Pastaj ha dhe portokalle, edhe mandarina, nuk ha vetëm dardhat e tua. Pra fillon dhe mençurohesh. Po ti je qenie e qytetit, e kupton kush është Berisha, çfarë përfaqëson ai, dhe nuk e voton atë edhe për herë të tretë. Pra do t'jesh patru që t'jesh antar i partisë së Berishës. Komplet idiot. Dhe me thënë, gati 40% e shqiptarëve janë akoma idiot, që mbajnë një serb si kryetarin e tyre dhe votojnë për ta.
Partia e Çamërisë, që kërkon të çlirojë Çamërinë nga grekët, është bashkuar me Partinë e të Drejtave të Njeriut, që në fakt emri i tyre është Partimi i Bashkimit me Greqinë. Pra, do të thotë kjo ti është patru. Pra, në shekullin e 21, shqiptari është kaq patru, është goditur kaq shumë me dardha, sa që kryetar të partisë zgjedh një serb dhe bën aleancë me Partinë e Bashkimit me Greqinë. Po si mund të shpjegosh këtyre shqiptarëve origjinën e fisit i lirë Japygi, Mesapi, Dauni, Peuketi, që vinë nga fjalë helene? Si da shpjegosh këtyre shqiptarëve? Dhe këtë bën Sudja e dytë, e cila hap shtëpinë botuese Dodona, që është fjalë greke. Dodona është ngritur në Thesali. Gjoja Pellazgët. Pellazgët flisnin dialektin e Thesalis. E kuptoni apo jo? Një lloj si ilirët flisnin dialektin e Japygis. Ishte emër helen gjithashtu. Pra kjo hap shtëpinë botuese Dodona dhe ja mbush mendjen shqiptarëve që nga fjalët monosilabike të shekullit të 21 janë formuar fjalë me shumë rrokje të shekullit të 8 para erës sonë. A kuptoni se çfarë? Ose ajo është e çmendur, ose është spiune, ose është thjesht sharlatane. Unë jam për këtë që është thjesht sharlatane. Sude. Ka ngritur piramidën e fjalëve njërokshe të Shqipes. Pra, fjalët njërokshe të Shqipes nuk kanë të bëjnë fare me fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Rënjët e fjalorit të gjuhëve indo-europiane janë orientuese, për të thënë që kështu janë formuar fjalët nga një gjuhë ku gjuha sanskrite, gjuha helene dhe gjuha avestanit ishin dialekte, pastaj u ndanë si gjuhë të veçanta. Po pra e njëjta gjë ka ndodhur me Japygët. Kanë të njëjtin emër, helen, në Iliri dhe në Itali, po janë zhvilluar krejt ndryshe. Kanë evoluar gjuha e Japygëve në Itali nga gjuha e Japygëve në Iliri. Po që të gjithë kanë ardhur nga ishulli Graja, të dashur shqiptar. Nga Hellada, të gjithë këto fise. Të dashur shqiptar. Argumenti më i mirë për origjinën helene të ilirëve është qyteti Dardanos, i gjetur në Azinë e Vogël, i cili ishte i varrosur. Ky qytet Dardanos, që në fillimet e veta dhe deri në momentin kur u zbulua i varrosur, ka qenë i pandikuar nga Hellada. E pra, të gjithë dokumentat janë helenisht, emrat, fjalët, çdo gjë. Pra gjuha dardane gjithashtu ka evoluar si një variant i helenishtes në Azinë e Vogël. E kuptoni apo jo, dhe dardanët kanë ardhur nga Arkadia për herë të parë. Çmenduri. Pra e kuptoni apo jo, dardanët janë një shembull i pastër i zhvillimit të gjuhës dardane nga Arkadia, dialekt dorik. Japygët janë një shembull i pastër i evoluimit të Japygëve nga ishulli Graja. U përhapën në veri të Ilirisë, aty ku është Kroacia sotme, dhe pastaj pushtuan Italinë. Të gjithë kanë folur dialekte helene. Dhe grekët nuk dinë gjë fare për këtë gjë. Këto janë zbulimet e mia, të gjitha. Pra, kjo që ka ndodhur është e tmerrshme. Gjuha shqipe është e lidhur me gjuhën helene, por ne nuk jemi helen. Që ta dini, të sigurt. Gjuha shqipe ka marrë evoluim tjetër. E them këtë me dhimbje shumë të madhe, që nuk kemi të bëjmë fare me gjuhën ilire të Japygëve, që kanë banuar në veri fare të Kroacisë. I gjithë gadishulli ilirik ka qenë i pushtuar nga fiset helene. Ku janë shqiptarët këtu? Mund të mendojmë që shqiptarët janë këto fiset që
Helenët i quanin me emra fyes, drilonë, që do thot organ mashkullor. I quanin breuki, që do thot një qelizor, ameba, sepse flisin me fjalë monosilabike. Larvat e bretkosës, do thot breuki, të dashur shqiptar. Penestaj, në themi janë fis i lirë. Penestaj do thot njerëz të varfër në helenisht. Sklever. Po rasti më i bukur janë dulet. Douleia do thot sklavëria. Të dashur shqiptar. Dulet, të gjithë dulet në Shqipëri kanë qenë sklever. Të grekërve, dhe ata janë bashkuar me Partinë e të Drejtave të Njerëzit. Duan t'ia marrin qytetet shqiptare, t'ia japin Greqisë. Këta janë sklevërit, dulet. Pra është fatkeqësi ti je shqiptar. A kuptoni apo jo? Tani o fatkeq, unë po t'i hap syt, po të mësoj. Nuk e di ajo pjesë 60% e shqiptarëve që nuk kanë votuar për Serbin ose Serbin e dashuruar Berisha. Pra unë ju flas 60% të shqiptarëve sot, të atyre që nuk votojnë për Serbin. Dhe për Grekun, a është bashkuar me Grekët. Këta 60% arrin të më kuptojnë mua apo jo? Që ne s'kemi të bëjmë fare me ilirët? Kjo është e vërteta. Kjo është origjina e emrit Japygi. Pra dhe njëherë të vim tek frutat. Portokalli u kthye në Helen. Mandarina e quajnë veten graja, shkëputet nga portokalli dhe evoluon, bëhen Japyg. Portokalli shkëputet nga mandarina. Portokalli bëhet Helen, nga Akaja, ankthi Demetres. Mandarina, graja, do të thot Demetre e thinjur, shkëputet nga portokalli, evoluon, bëhet Japyg në veri të Ilirisë, atje merr emrin Ereleht në greqisht. Kjo fjalë nuk ekziston në greqisht, kjo është fjalë ilire, por me origjinë helene. Pastaj këta Japyg kalojnë në Itali dhe zhvillohen në 3 grupe, Dauni, Japygët me sap dhe Japygët Peuket. Të gjithë janë emra helen, të dashur shqiptar, nuk kanë lidhje fare me Shqipen, me dardhat e Dardanit. Ne godasim vetëm me dardha, na bëhet truri kos dhe themi që nga fjalët tona një rrokshe kanë ardhur fjalët helene. Me siguri këtë kanë thënë dhe breuki, dhe breuki në gjuhën helene do të thot një qelizor, larvë, vemje, e bretkosës, turp. Pra kështu kemi qenë në gjithmonë, breuki, një rokësh, monosilabik, dhe grekët janë tallur me ne, na kanë thënë dhe drilon. Sot, mbi 20.000 shqiptar ka emrin drilon, nuk e din do të thot organ mashkullor në greqisht. Me siguri këta drilonët kanë votuar për Partinë e të Drejtave të Njerëzit dhe për Berish Serbin. Mirupafshim të dashur shqiptar në filma të tjerë shkencor. O dardhanë, o dardha, nuk jeni as portokallinj, helen dhe as mandarina, Japyg.